18 maj është vendosur si dita ndërkombëtare e muzeve, teksa në Shqipëri dhe veçanërisht në Vlorë. Java në vazhdim pas kësaj date është përcaktuar si Java e Muzeve. Skënder Spahiu, drejtuesi i muzeve në Varësi të Bashkisë së Vlorës, thotë se kjo ditë shërben për të rritur komunikimin me qytetarët, që të afrojnë më pranë muzeve, por edhe të dhurojnë për të bërë pjesë e tyre, artefakte apo dokumente historike që kanë. Sipas Spahiut, muzetë e qytetit janë me rëndësi pasi aty takon nga afër një pjesë të historisë së vendit. Që nga 18 maj i vitit 1977 është vendosur që kjo datë të jetë një ditë ku muzet e botës dhe pjesë e tyre janë dhe e këtij rrjeti të muzeologjisë janë dhe muzeumet e Shqipërisë dhe të Vlorës, shprehin interesimin, shprehin nga dëshmërinë për të patur një bashkëpunim me publikun, për të shprehur ato problematika që shoqërojnë këtë veprimtari, këto institucione, por njëkohësisht për të bërë thirrje të gjithë njerëzve për objekte të ndryshme që gjenden në shtëpitë e tyre, të dorëzojnë dhe ose të bëjnë pjesë të ekspozimit, të arkivave dhe të fondeve të muzeumeve. Muzeumet e qytetit të Vlorës janë pjesë e rëndësishme, jo vetëm e ruajtjes së traditës, të historisë, të arkeologjisë, por të mirëmbajtjes së tyre dhe të ekspozimit të tyre, demonstrimit të vlerave historike që këto tregojnë nëpërmjet këtyre objekteve, por njëkohësisht janë dhe element i studimeve shkencore për të krijuar atë element të historisë, të autenticitetit, të hershmërisë së banimit këtyre trevave, por njëkohësisht dhe të zhvillimit të shoqërisë, zhvillimet sociale, zhvillimet ekonomike, si një vendbanim i hershëm që është Vlora dhe Shqipëria. Spahiu thotë se Java e Muzeve është koha kur muzeti hapin dyert për të gjithë, veçanërisht për brezin e ri, duke prezantuar tek ata historinë, kulturën, traditën, por edhe dëshmi autentike që gjenden brenda tyre. Institucionet e muzeve janë institucione jo fetimprurse, por janë institucione të cilët demonstrojnë këto vlera, i ruajnë, konservojnë, i mirëmbajnë dhe i prezantojnë publikut, dhe njëkohësisht është një ditë apo një javë, sipas nismës së qeverisë shqiptare, të cilën muzeumet i hapin dyert për të gjitha kategoritë shoqërore, që gjatë gjithë ditëve të vitit, por në këtë momente ne prezantojmë edhe për brezat e rinj, edhe për studentët, edhe për nxënësit e shkollave të mesme dhe të nëntëvjeçare, ato elemente që gjenden dhe ruhen në fondin arkivor të këtyre institucioneve, të muzeumeve, por duke prezantuar dhe nëpërmjet tyre ato mendim që ata krijojnë pas vizitave në muze, një vizatim, një pikturë, një zgjidhje grafike e mënyrës së ekspozimit, duke patur këtë lloj bashkëpunimi, duke bashkëpunuar dhe me institucionet arsimore. Kemi krijuar dhe elemente siç janë grupet e arkeologëve të rinj, apo grupi i prezantuesve dhe shpjeguesve të rinj të muzeumeve, të cilat janë një dëshmi e një lidhje të pasgjithshme midis brezave, shkollës, muzeumeve dhe institucioneve tjera të kulturës që ka qyteti Vlorës dhe Megjerë. 18 maj, por edhe Java e Muzeve shërben sipas Spahiut edhe për të ndërgjegjësuar të gjithë që të afrohen më pranë muzeve dhe siteve arkeologjike. Orët mësimore që zhvillohen në muze i prezantojnë brezat e rinj me këtë pasuri të rrallë që vendi ynë ka. Elementi i rëndësishëm i vizitave dhe i zhvillimit të orëve të mësimit janë muzeet e qytetit, Muzeu Historik dhe Muzeu Etnografik i Vlorës. Në këto janë elemente të prekshëm, gjejmë objekte të cilat janë të dukshme, por kemi edhe elemente të trashëgimisë shpirtërore, të trashëgimisë gojore, siç janë elementet të ndryshëm të këngës labe apo elemente traditës sonë, të mënyrës së të jetuarit, të ato element të arredimit të shtëpisë, të shtrojeve apo të veshjeve tona karakteristike. Dhe ne nëpërmjet këtyre objekteve ne demonstrojmë edhe nëpërmjet thirrjes sonë, tregojmë ato vlera që ruhen në këtë muze për të njohur brezat dhe jo vetëm Java, por çdo ditë e vitit është pjesë e dyerve të hapura të muzeumeve që i shërben komunitetit edhe më gjerë vizitorëve që kalojnë pushime të Vlorë, kalimtarëve ditor në Vlorë, apo të gjithë atyre njerëz që janë të interesuar edhe për studime shkencore. Kjo është një javë ku neve prezantojmë, kemi ekspozuar dhe objekte të tjera që gjenden në fondin e muzeve. Kjo është java e dyerve të hapura të muzeumeve, java e prezantimit të këtyre vlerave, është java e ndërgjegjësimit të njerëzve për objektet të cilat ata ruajnë, gjenden. Këtu është vendi për të treguar vlerat e tyre, për të demonstruar vlerat dhe për të përmendur historinë e tyre. Java ndërkombëtare e muzeve është një nismë e qeverisë shqiptare me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit tek qytetarët për të vizituar muzetë e vendit.